Përshëndetje, hir dhe paqe. Mirëmëngjes të gjithëve. I vetmi Perëndi i vërtet, Zoti Jezu Krisht, u lartësoft, u lavdëroft dhe u madhëroft midis nesh. Faleminderit shumë që ndezët televizorin ose u ulët pas kompjuterit sot për të dëgjuar Perëndin të flas. Dhe do të flas për fjalën që çliron nga burgu dhe i hap rrugën jetës. Unë jam apostulli Miguel Angelo nga Kisha Ungjillore Krishti jeton nga Rio de Janeiro, Brazili. Po arrim në 4 anët e tokës dhe dua t'i falenderoj Perëndis për mundësinë që në 13 gjuhë dhe dialekte të mund të arrijë një pjesë të madhe të këtij globi toksor për lavdinë e Zotit përmes rrjeteve sociale. Më lejoni t'ju tregoj një dëshmi shumë të rëndësishme. Një të diel nga këto të fundit erdhi në një burr që erdhi tek unë tha: "Apostull, unë jam këtu sot para jush, sepse kam vuajtur një dënim shumë gjatë për shkak të gjitha atyre gabimeve dhe mëkateve të shumta që kam bërë në jetën time. Një dënim vërtet rënd dhe gjatë gjithë asaj kohe që kam qëndruar i mbyllur në burg, u kam shkruar vazhdimisht disa kishave të ndryshme, duke u kërkuar atyre me ngulm një kopje të Biblës së Shenjtë. Vetëm ju më keni kthyer përgjigje, vetëm Kisha Krishti jeton u përgjigj. Dhe vetëm ju më dërguat një bitel." Dhe atje brenda asaj burgu, pasi kishte kryer një krim të rënd, duke paguar përpara shoqërisë dhe ligjeve të vendit ton, ky njeri filloi të lexoj Biblën e Shenjtë. Dhe Bibla e Shenjtë shëroi shpirtin e këtij njeriu, e shëroi dhe e transformoi frymën e tij. Dhe brenda në burg ai rrëfeu dhe pranoi Jezusin Krisht si Zot për shkak të një Bibël që ne dërguam. Shiko fuqinë e kësaj fjale. Salmisti në Psalmin 107:20 po përdor Biblën e Shenjtë. Bibla do të thotë libri më i lartë, fjala e fjalëve, i vetmi libër që është i gjallë, ka një fjalë të gjallë, ka një fjalë të fuqishme, ka një fjalë të vërtetë, që nuk kthehet bosh kur fjala shpallet. Shpallja e fjalës do të thotë ungjilli, lajmi i mirë i gëzimit të madh. Atëherë, shikot, lutem, çfarë thot? Ai u dërgoi atyre fjalën e tij dhe i shëroi dhe i çliroi nga ajo që ishte vdekjeprurëse. Le të mendojmë, një burr brenda një burgu, duke vuajtur një dënim të madh, kërkon një Bibël, e merr Biblën, fillon ta studiojë dhe ta lexojë dhe papritur jeta e tij ndryshon. Ajo që ishte vdekjeprurëse, që ishte jeta e tij, filloi të ketë jetë. Pra, fjala që shëron është fjala e Zotit. Kjo fjalë është aq e gjallë dhe aq e fuqishme, është aq e mpret, ka aq shumë fuqi dhe autoritet sa shëron plag që koha nuk ka qenë në gjendje t'i shëroj. Ajo prek atu ku njeriu nuk arrin dot. Bibla thot se ajo shkon deri te qëllimet e zemrës. Ajo pret, ndan dhe shkon deri te qëllimet e zemrës. Dhe kur kjo fjalë, Bibla, fjala e Zotit, e vetmja fjalë e një Zoti të vetëm dhe të vërtet, hyn në zemra. Njeriu mund të ketë një zemër të ngurtë, kthyer në burg. Ai mund të vijë nga një histori jete e thyer, por kur kjo fjalë arrin, ajo bën të lulezoj ajo që duke e vdekur. Ky njeri që mori Biblën brenda një burgu, ai nuk gjeti thjesht një libër. Ai gjeti Zotin që e donte aq shumë, pavarësisht gjithçka që ai kishte bërë. Ai gjithmonë ka qenë i dashur nga Zoti. Dhe kur ai mori Biblën, çdo varg, çdo shprehje e Biblës ishte si një ilaç për atë shpirt. Çdo premtim i shenjtë dhe i mrekullueshëm që ky njeri dëgjonte dhe lexonte me vëmendje, ishte si një frymarrje kritësisht e re dhe shpresdhënëse për jetën e tij të vështirë. Çdo varg që gjendej aty, duke u përthithur thellë në shpirt, ishte një lajm i mirë që sillte dritë. Ishte një fare vërtet shërimi që hidhej me dashuri në një zemër të lënduar e të sëmur rënd nga pesha e mëkatit. Kur fjala predikohet, qielli pushton tokën, dhe zemrat që janë të vdekura në mëkate dhe shkelje, duke bërë vullnetin e princit të fuqive të ajrit, pra të vdekur shpirtërisht, këto zemra fillojnë të rrahin sërish, fillojnë të pulsojnë. Pra, Bibla nuk flet vetëm për jetën,
Ajo është vetë jeta, ajo përcjell jetën. Do të them më shumë, kush pall fjalën, bëhet një kanal shërimi që bota po e kërkon me dëshpërim. Pra, të predikosh fjalën do të thotë t'u çosh ilaç njerëzve. Të predikosh Biblën e shenjtë do të thotë t'u japësh shpresë turmave, sepse kur kjo Bibël shpallet, dhimbja gjen shpresë. Dëshpërimi shndërrohet në besje. Kjo është një fjalë çliruese. Në librin e Gjonit, në kapitullin 8, vargu 32, fjala thot kështu: do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Dhe në vargun 36 thot: sepse nëse biri ju çliron, me të vërtetë do t'jeni të lirë. Pra, para se Jezusi dhe fjala e tij të arrijnë në zemrën, mendjen, shpirtin dhe frymën e njerëzit, çdo njeri është skllav. Ai është i vdekur në mëkate dhe shkelje, është skllav i mëkatit, është skllav i satanait. Por kur fjala e Zotit arrin në zemër, prangat syhen. Pranga që ndonjëherë nuk duken, syhen. Ai e çliron njeriun. Nga hekurat e burgut brendshëm, ai e çliron njeriu nga faji, nga veset, nga frika, nga mosbesimi. Pra, ky njeri, në atë qeli të një burgu të ftohtë, një i burgosur, lexoi Biblën e shenjtë dhe zbuloi se Krishti tashmë kishte paguar çmimin e lirisë së tij. Kur ai rrëfeu Jezusin, ai u drejtësua. Fjala i drejtësuar vjen nga origjinali grek dikaio, që do të thotë kur Jezusi vjen, ai shpall një vendim çlirimi. Ai thotë: unë të kam drejtësuar, unë kam paguar çmimin e mëkatit tënd, nuk kam më borxhe, gjaku im të lanë dhe të pastron. Pra, Bibla hapi jo vetëm faqet, por edhe syet shpirtëror të asaj shpirti që ishte i burgosur. Predikimi i fjalës bën që kjo të ndodhë. Ajo hap dyrë shpirtërore. Është të shpallësh se askush që është në ndënim, që është në skllavërinë e mëkatit, nuk do të mbetet në të njëjtën gjendje. Sepse Bibla thotë, nëse biri ju çliron, me të vërtetë do të jeni të lirë, do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Pra, çdo person që rrëfen Jezusin, që e pranon në zemrën e tij, që këput kordonin e kërthizës me botën, me mëkatin, me fen, sepse feja është bosh. Të gjitha fet ose janë krijuar nga njeriu, ose janë krijuar nga Satani. Të gjitha fjalët ose janë njerëzore, ose janë shpirtërore dhe shpesh herë me prejardhje të dyshimt dhe të errët. Pra, fjala e Zotit duhet predikohet, sepse ajo është e gjallë dhe vepruese. Ajo na bën dhe na mëson të shikojmë fort tek autori dhe përmbushësit e besimit, që është Jezusi. Pra, kush e hesht fjalën e Zotit, po bashkëpunon me heshtjen e burgjeve shpirtërore. Shërbesa jon krijoi ministrinë Global Grace Missions për ta quar këtë ungjill në botë. Ne tashmë po e bëjmë këtë në 3 gjuhë të ndryshme. Kam këtu një imazh të vendeve dhe kontinenteve që tashmë po mbylojmë. Mira njerëz tashmë po dëgjojnë në gjuhën e tyre, sepse jemi në 3 gjuhë dhe 3 dialekte, sepse ungjilli le të predikohet deri në skajet e tokës. Dhe do të them diçka nga përvoja ime personale. Atje ku predikohet ungjilli, ferri humbet plotësisht terren. Pra, ungjilli nuk është thjesht një tingull i butë. Ungjilli është një thirrje lirie që jehon në errësirën e zemrës së njeriut. Sa herë që vërteta shpallet, një qeli, një bulg shpirtëror hapek. Tani, kur kisha hesht, burgjet shumë fishohen. Por kur fjala shpallet, qielli lëviz dhe liria hyn në jetën e njeriut. Fjala e Zotit është restauruese. Në librin e profetit Isaia, në kapitullin 61, thuhet se cili është fuqia e kësaj fjale. Shiko, thot, shpirti i Zotit, Perëndis, është mbi mua,
sepse Zoti më ka vajosur për të shpallur lajmin e mirë për të thyerit. Ai më ka dërguar posaçërisht për të shëruar plotësisht zemrat e thyera, për të shpallur çlirimin e madh për të gjithë të burgosurit dhe për të dhuruar lirinë e plot të gjithë atyre që janë të lidhur. Pra, shiko fuqinë që ka vetëm kjo fjalë, Bibla e Shenjtë, fjala e Zotit, që është e pagabueshme, që është e pafajshme, është e vetma fjalë e gjallë në botë, që nuk gabon, nuk dështon. Dhe fjala e Zotit thot se shpirti i Zotit është mbi mua për të shpallur çlirim për të burgosurit. Ajo sjell restaurimin. Restaurimi i jetës. Burri dhe gruaja në mëkat janë sklevër të satanait, janë sklevër të mëkatit, nuk jetojnë, nuk kanë kuptim jete. Pra, kur Zoti restauron, ky restaurim është firma përfundimtare e Zotit mbi një jetë të transformuar. Ai njeri që ishte atje brenda në burg, për të cilin fola që në fillim të programit, që një ditë ishte i burgosur për veprimet gabuara të krijera para shoqërisë. Dëgjoi për Jezusin, mori një Bibël të shenjtë, e lexoi, u thellua në të, e solli Biblën brenda në zemrën e tij. Dhe atje brenda në atë burg, në atë institucion, ai u transformua plotësisht. Ai erdhi në kish, erdhi para altarit, tani me një identitet të ri. Tani si bir i Zotit, tani si dëshmitar i gjallë i hirit të Zotit. Pra, fjala e Zotit, që është e gjallë dhe vepruese, nuk ndryshon vetëm sjelljet, ajo rindërton fatet. Dhe po të them, aty ku ka rënim, ajo ndërton. Aty ku ka turt, ajo të ngre lart. Aty ku ka një të kaluar të errët dhe të fshet, ajo shkruan një të ardhme të re. Riksimi i Zotit fillon kur dikush ka guximin të hap gojen, të thotë: Jezus, ti je Zoti im, ti je shpëtimtari im, ti je shëlburisi im. Kur kjo gojë hapet dhe shpall këtë të vërtet, njeriu çlirohet. Po të them që Zoti e ka bërë këtë në jetën time. Po thuaj se për 21 vjet kam qenë fetar, katolik, apostolik, romak. Hyja në mesh bosh, dilja bosh, sepse ishte vetëm një ritual. Hyja mëkatar dhe në fund të meshës vazhdoja të isha mëkatar. Hyja me probleme dhe dilja me të njëjtat probleme. Hyja me një të kaluar dhe kur dilja, shikoja të kaluarën time sikur të ishte e tashmja. Pra, Zoti, jo vetëm që e fshin të kaluarën, ai e rishkruan historinë. Ai rishkroi historinë e jetës sime nga një fetar që adhuronte imazheve shenjtor. Ai e fshiu të kaluarën time. Ai rishkroi historinë e jetës sime me bojën e mëshirës së tij, që është vetë gjaku i tij. Pra, fjala e predikuar nuk kthehet bosh, ajo kthehet e mbushur me mrekulli. Dhe zëri që predikon mund të jetë njerëzor. Ti po dëgjon zërin e një profeti, por në të vërtetë fuqia e kësaj fjale është hyjnore. Prandaj, kur predikojmë fjalën e Zotit dhe për këtë arsye, ne marrim përsipër angazhimin që të çojmë Global Grace Missions ton në mbar botën. Kur predikojmë, ne sjellim restaurim në shtëpi, në familje, në zemra, tek personat që varen nga droga, nga alkooli, nga seksi i paligjshëm, tek njerëzit aq të roboruar nga mëkati, saqë kur dëgjojnë këtë fjalë, zemra e tyre bëhet e lirë. Dhe më shumë se kaq, kjo fjalë kur vepron në jetën e një personi, vepron në familje, vepron në breza. Pra, fjala e Zotit nuk ka nevojë të mbrohet, ajo ka nevojë të shpallet. Dhe ku shpallet fjala, ajo bën të pamundurën të ndodh. Ndoshta kjo është gjithçka që duhet. Ndoshta ke nevojë që të ndodh diçka që për sytë dhe mendjen tënde është e pamundur.
si ai njeri që ishte brenda në burg dhe thoshte, kur do dal unë prej këtu, me gjithë këtë dënim kaq të rënd. Dhe në mes të këtij dënimi, Zoti e çliroi. Prandaj dua të them që Zoti mund të bëj pafundësisht më shumë se gjithçka që kërkojmë apo mendojmë. Sipas fuqisë së tij që vepron në ne, ai po vepron edhe në jetën tënde. Prandaj, vlla im, miku im, shoku im i udhëtimit, e dashura e Zotit, i zgjedhur i Perëndis, gur i gjallë, i paracaktuar në dashuri, e njëjta fjalë që hyri në një qeli burgu këtu në Rio de Janeiro dhe në Brazil dhe e çliroi atë njeri, po hyn sot në jetën tënde dhe po të çliron ty. Nuk ka rëndësi sa e rëndë është historia jote, as sa larg ke qenë nga Zoti. Fjala e Perëndis është e gjallë, është e fuqishme, ajo shëron, ajo çliron, ajo rikthen. Ajo është ura mes dënimit dhe hirit të Perëndis. Ajo është ura mes dëshpërimit dhe shpresës, ajo është ura mes njeriut dhe e krijuesit të tij. Prandaj sot Zoti të thotë, unë e dërgoj fjalën time. Ajo të shëron, ajo të çliron, ajo të shpëton nga ajo që është vdekje prurse. Pra, sapo dëgjove këtë mesazh, të lutem mos e mbaj për vete. Fol me tjetrin, jep dëshmi, prediko, ndaj me të tjerët. Sepse dikush pranë teje, rreth teje, në familje, në shoqëri, ka nevojë të dëgjojë atë që një ditë dëgjove ti, dhe ajo ditë është sot. Shënoje këtë ditë për gjithë jetën tënde. Fjala e Perëndis është fryma e qiellit përmes një goje njerëzore. Prandaj prediko, fillo të shpallësh, fol, thuaj me zemrën tënde, me shpirtin tënd dhe me buzët e tua. U shërova. Foli si një njeri të çliruar, thuaj, jam i çliruar, jam i lirë. Jeto si dikush që është restauruar tashmë. Në fundit, fjala e Perëndis thërret në ekzistencë gjërat që nuk ekzistojnë. Dhe sot po ndodh mrekullia më e madhe që mund të ndodhte, ashtu siç ndodhi me atë të burgosur që erdhi në Kish duke thënë, ishte një Bibël që ma dërguat ju, ajo që ma ndryshoi jetën. Dhe i tha, aty është grua ime, aty është fëmijët e mi. Aty është jeta ime, që dikur ishte plotësisht e dënuar, por ai njohu të vërtetën dhe e vërteta e çliroi. Pra, unë nuk jam një shpallës i fesë, unë nuk jam një predikues i fesë, unë jam një predikues i jetës. Pastor, çfarë duhet bëj? Dorëzoja jetën tënde Jezusit. Thuaj kështu, Zot Jezus Krisht, thuaj Zot Jezus Krisht, unë rrëfej që vetëm ti e Perëndi. Të pranoj në zemrën time, si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Unë besoj se ti ke vdekur dhe je ringjallur, që ti je gjallë, je ulur në një fron lavdije, ti sundon kombet, ti je Zoti, të gjitha kombet të përkasin ty, tokat përket ty, jeta ime të përket ty. Kjo është me anë të hirit të Zotit, me anë të hirit të Zotit. Unë jam i shpëtuar. Përsërite edhe një herë, me anë të hirit të Zotit. Unë jam i shpëtuar. Faleminderit Zotit, faleminderit Zotit. Në rregull, tani na kanë mbetur 6 minuta deri në fund të programit ton. Zemra ime është e mbushur me entuziazëm dhe gëzim sepse, siç mund ta shihni, sot kemi programe në portugalisht, anglisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, greqisht, rusisht, arabisht, kinezisht, japonisht, koreanisht, gjuhë indigjene dhe urduisht. Ne tashmë po e mbulojmë një pjesë të faj. Në kjo botë. Dhe ky është qëllimi ynë, të çojmë fjalën e Zotit në mbar botën. Së shpejti, të gjitha vendet do të jenë të ngjyrosura, sepse të gjitha këto vende do të përfshihen nga fjala që nuk kthehet bosh. Ti mund të jesh pjesë e kësaj. Prandaj, mirënjohja ime e thellë shkon për gjithë ata që duan dhe dëshirojnë të përfshihen në përhapjen e Ungjillit. Faleminderit Zotit për ekipin tim të televizionit. Faleminderit Zotit për jetën e populli i Kishës Krishti jeton. Faleminderit Zotit për jetën e djalit tim në besim, Rodrigo Ambrosio, vajzës sime në besim, Fabiana Ambrosio, nga Turbomil, Vila Emil Meskita, kjo jetë marketesh që mbështet programin ton botvor.
Për dashurin tim të shtrenjtin, Renato Villarinho, Claudia Richer, vajzat e tyre të dashura, zinzanen ton, këtë kompani drite, me bazë biblike, këtë kompani që lindi për të qenë një fener. Në këtë vend, faleminderit për dashurin tuaj, faleminderit për mbështetjen tuaj, sepse tani të gjithë mund të themi se ungjilli i hirit të Zotit në 14 gjuhë do të jetë, vitin tjetër do të arrijmë 73 gjuhë dhe dialekte. Ne po bëjmë hapat e tërë, kjo është tashmë një realitet. Misionet globale të hirit janë një realitet, dhe unë tashmë kam varë. Kontakt me njerëz nga shumë vende, të paktën 24 vende e kanë marrë tashmë këtë kauzë. Njerëzit tashmë janë përkushtuar këtij mesazhi, tashmë e kanë dëgjuar, tashmë e kanë ndjekur atë dhe e vetmja gjë që mund të them është falenderoj Zotin për këtë. Faleminderit Zot Jezu Krisht. Deri në fund të këtyre kovrave, porosia e madhe do të përmbushet. Ishte ai që tha, shkoni dhe predikojani ungjillin çdo krijese. Ai tha, predikoni ungjilli. Ai nuk e braftitsen. Feja është një burd. Feja shtyk. Feja sjell sundimin e një personi mbi të tjerët. Por kur e njeh të vërtetën, e vërteta të çliron. Prandaj ne jemi të angazhuar dhe Kisha Krishti i gjallë është e angazhuar që një ditë bota të ferras me zë të lartë. Maranata, eja Jezus. Kjo do të ndodhë. Pali e ka lënë të shkruar se Zoti do të kthehet vetëm kur të vi plotësia e paganëve. Do me thënë, kur të gjithë njerëzit që banojnë në këtë tokë, në këtë moment 8 miliard dhe besoj se 200 apo 300 miliard, duhet ta dëgjojnë. Një pjesë e konsiderueshme po dëgjon, por ka një pjesë shumë të madhe që kurrë nuk ka dëgjuar asgjë për shpëtimin, por që do të dëgjoj fal kësaj programi. Faleminderit dhe ju lë këtu ftesën për këtë të djerë. Tu në Rio de Janeiro, në katedralen tonë, në Brazil, rruga Amarica 320, Campinho, zona perëndimore e Rio de Janeiros, do të kemi 2 shërbesa të mëdha, në orën 9 të mëngjesit dhe në orën 5 të pasdites. Eja të njohësh kishën Krishti jeton. Eja të shohësh çfarë po bën Zoti. Ne shpallim një ringjallje të madhe dhe kjo tashmë po ndodh në jetën e qindra njerëzve në emër të Jezusit. Kombet i përkasin Krishtit. Bota i përket Zotit dhe lavdia e këtij ringjalljeje të madhe do të jetë më e madhja e të gjitha kohërave, që nga hera e parë kur ungjilli u predikua para 2025 vitesh. Dhe prej mijëra vitesh nga profetët që shpallën ungjillin e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Të dielën tuaj të lumtur, kemi 2 numra telefoni kontakti, ju lutem, nëse dëshironi të na kontaktoni, WhatsApp, celular. 0055-2199-274-8 ose 0055-2130-1790. Na telefononi, bëni këtë lidhje me ne. Nuk ishte rastësi që u takuam sot. Një diele bekuar, një javë mbar, një muaj plot fitore për lavdinë e Zotit. Një përqafim në apostoli Miguel Angelo nga Rio de Janeiro. Hir dhe paqe për të vivë, ungjilli u predikua, fjala nuk kthehet bosh, mrekullia ndodhi në jetën tënde, je i lirë. Hir dhe paqe.